Të dashur shikues, po rikthehemi me një episod tjetër të emisionit tonë Muhabet me Arditin, ku në kuadër të intervistave tona me figura që kanë dhënë kontribut në luftë, sot e kemi të ftuar të nderuarin Hysni Kuqi, i cili është ish komandant i policisë ushtarake në brigadën 123. I nderuam Hysni, mirë se erdhe, faleminderit që pranove ftesën. Mirë se gjeta, faleminderit edhe juve për ftesën. Po fillojmë me njëherë me angazhimin tanë publik. Kur fillon angazhimi publik për të mirën e Adheut, edhe kur është ajo brumusja në frymë patriotike për herë të parë, kështu që mundna me qujt? Po nëse flasim për luftën, atëherë mund të dallu edhe njerëz të ndryshëm. Ka njerëz që kanë marrë pjesë në luftë, po më herët nuk kanë pas kurrë angazhimi, po janë detyruar me qenë edhe antar pjesëmarrës në luftë. Angazhimet e mia kanë qenë normal ajo brumosja apo inspirimi për atë dashurinë ka filluar çish i ri kur kam qenë not se unë rrjedh për një familjes patriotike, një familje që kemi pas odën edhe jem të buar çdo ditë mosafir njerëz të ndryshëm, pleq me zonë që kanë pleqnu. Edhe për aty gjithmonë është inspiruar kjo ndjenja patriotike. Mirë po unë si i ri, kur isha në vitin e parë në shkollë të mesme, në vitin 1981, fillon disa protesta në Prishtinë. Unë edhe pse isha në Suarek, atëherë me disa prej shokëve të përshpërit që duhet edhe ne të përkrahim studentët atje, atëherë disa organizon ditën edhe na lodhëm me përkrah studentët edhe bënëm edhe na një protest, disa më të mëdha kishin ardhur disa studentë aty, kishin përgatitur edhe disa parulla Kosova Republik, jam me hatre me thikë, ku e diunë do kështu, disa parulla. Duam Republikë, duam barazi me Republika tjera, se në Jugosllavi kanë qenë 8 Republika dhe 2 krahina autonome. Edhe bënëm edhe një protest aty, po ndërhyn organet e rendit atëherë milicia e Jugosllavisë në shpërndajke, edhe në rrishin, në burgoshin, duke edhe me ikta në mas me të kap, mas me të burgos. E të njëjtat gjëra fillon edhe në vitin 82 me 11 mars të vitit 82, si në Zonsa organizuam qysh në mëngjes me bon përvjetorin e protestave të studentave, me siguri edhe në qytetet tjera, por në Suarek, edhe në shpat të shkollës aty të bum, nuk do ishëm me hijen mësim, po brorit shumë të njëjtat parulla. U detyruan edhe ata profesorat e tonë, udhëheqësat e shkollës me organizu autobusat me ardhë për me shpërnda nxënësat nëpër fshatra, secili autobus me marrë fshatra ndryshme dhe me shpërnda, për mos me arrestu policia, se është rrethuar kaq shkolla me forcat milicore. Se policia janë këto mas luftës. Edhe kështu edhe vitin 1983 në jetën që vitin 1983 më kapën mua se unë isha i qytetit aty dhe s'kisha autobus për më shpërnda, duke në kamë Tu ka ndodhur arrestimi? Në kapën, po, 1983. Çfarë moshe e kanë? 16-17 vjeç. Po, atëherë kam qenë në vit të tretë. Po, edhe më arrestuan, po nuk zgjati shumë 2 javë arrestimi. Pat kesh trajtime atë? Normal atëherë, po nuk ka pas demokracia, atëherë na kanë rrej, na kanë maltratuar, me treguar kush po na organizon, kush qëndron mbrapa neve, kësi pyetje të ndryshme. Edhe po vitin 1989, nëse nuk gaboj gjatë kësaj kohe keni pasur një arrestim tjetër. Në 1989
fillon prap protesta. Atëherë u mundoshin me rujt atë autonomin, sepse Serbia nuk më në marrë dhe autonomin, ma vonë edhe në morë. Gjatë aty në protestave, zhvilloshin protestat mëdha. Kështu fillon edhe zona filla e Berthamës, domethënë Jo, grupit të rezistencës, nëse mujna me quajtur. Po grupi i rezistencës ka filluar atëherë, po ishte edhe pak më herët, ndoshta po për mua atëherë, sepse më herët diku në vitin 1984, në ishe përori Jugosllavis kërkoi të dorëheqje prej punës ushtarake, edhe është demobilizu, edhe ai në vitin 1989, atëherë na mlodh disa neve me na trajnua për luftë. Trajnimet do të thotë i kom fillu në vitin 1989, duke na mësuar si ti marrojmë këto molotovat, edhe të njëjtën kohë e kemi përdorur edhe ato molotovat, e kemi gjatë protestave kemi kallë ato automjetet e njësive speciale të milicisë të saj kohë, të ishe Jugosllavis. Edhe ato blindat, po ato disa janë kallë plotësisht, disa i kanë fikë me ato aparatet. E diku mas 4-5 dite të kësaj ngjarjes më kanë arrestuar mua të shtëpia, sepse më kishte fotografuar edhe helikopteri. Edhe kam qenë atëherë në paraburgim, në hetime, për kalljen aty në autoblindave. Si që shkoj, a u denove për mendoj? Edhe për fat të mirë diku në mas 2 muaje që isha në hetime, në maltratime, në rrehe, gjitha ato. Erdhi një ekip i ndërkombëtarëve me vizitu burgjet se ishin të stërmbushura, nuk ish vend për dhoma, edhe në për korridore që ishin qebe me fjetë në qebe. Erdhi me vizitu burgjet, edhe në ato tash u detyruan me liruar gjysën e të burgosin me liruar, në ato u lirova edhe unë me ata. Pas lirimit, cili ke aktivitetet? Mas lirimit atëherë mora unë këto urnat prej e prorit, që unë do të më vazhdua këto trajnimet, po jo këtu, se mojnë më arrestu prapë, se shohin që më kanë liru gabim, edhe unë detyrova me ikë për jashtë shtetit, shkova në Zvicër, në vitin 1991, në Zvicër kemi fillu atje disa trajnime fizike, fillimisht me bon, për me formua, dhe pse atëherë nuk ka pasani në që ka, po për me formua një forcë për të ardhmen. Në ato trajnime ka qenë edhe Ramosh Haradinaj. A ke njoft atëherë? Atëherë kemi qenë se djemë të ri, edhe unë edhe ajë kontakte jemi të trajnuar, jemi ushtruar bashkë. A koni dallum Ramosh edhe në atë kohë? Pa të gjithë kemi qenë dallume, se cili për veti ka menon që është në më tepër. Po ato punë cili ka qenë dallume din më mirë trajneri. Fari Maholla ka qenë trajneri jonë. Është një trajneri i njoftur atje në Zvicër, është i Ferizajt. Çfarë lloj trajnime keni bo? Ato trajnimet fizike kanë qenë, trajnimet fizike. A mendon që ju kanë shërby pastaj në luftë? Po, qysh jo, ato mas pak të konduksionin na kanë dhënë mas pak të ajo, po edhe për gjana tjera normal. Do të thonë këto trajnime para trajnimeve në Shqipëri, që janë shku grupi Llopit të Drenicës më vonë.
Po, ata ma vonë natë dytën. Po, natë dytën të në fillum me kërku edhe trajnime me armë në ato poligonët e Zvicrës. Atëherë ndërhynën këta të ambasada Jugoslavisë që të autoritetet zvicrane që pi trajnoni terroristat si mbas aty, ne? Edhe neve në ndalu në autoritetet zvicrane trajnimet. Është dhanë mandej, është dhanë rekomandim më kthyer në Shqipëri me vazhdu trajnimet. Në të dytën të në disa antarin kthyer në Shqipëri, unë jo, nuk jem kthyer, se është më kriju në kushtet ekonomike. Mas pari ka qenë çdo antar në formacion do të më qenë i pamartum. Unë nuk kam qenë i martun, përveç që kam qenë i martun e kisha edhe në ideal 5-6 muajsh. Këta e kom bajt me sheft dhe nuk e kom tregu aty. Në fund në mes, në fillim të natë dytës, u morë vesh kjo punë dhe ajo kjo ka qenë arsyeja pse nuk më leju mua më shku për Shqipëri, se atëherë ka qenë dhe thot me qenë i pamartum. Pas natë dytës, ndoshta po kalojna shpejt në vite, është viti 1995, kur është për formimi njësitit Gueril Lisi. Po, janë disa persona tjerë që i kanë formuar këto, dhe unë kom qenë kontakt me ta, dhe unë kom qenë, si më thënë, të është ushtari i parë i këtyne. Kam qenë, që tha shpejt të nënës, ushtari i parë i këtyne, dhe pse ka pas dhe si mirë, po unë nuk kam qenë ai që i kam formuar këto, dhe të janë dhe për tjerë më të nalë sa unë, që i kanë ban këto hapa nevojshme si mbas kohës të të hershme, dhe është formuar në siti Gueril me emrin Lisi. Nëse nuk i diçka me shtu për këtë pjesë. Në vitin 97 edhe vendosni me orë domethënë në Kosovë. Po. A ke periudhë vështirë me morë këtë vendim, pasi ditë që i orë para kohës luftës, me një kohë që nuk kanë orë shumë persona prej jashtë. Jo, nuk ka qenë vendim i vështirë për mua, sepse unë kom qenë i përgatitën edhe psikisht, po edhe fizikisht për luftë. Kështu që vendimi nuk ka qenë i vështirë. Ditën që kom marrë këtë vendim, ditën që jam kthye në Kosovë, jam kthye me aeroplan. Dhe ajo ka qenë dita 1 tetorit 1997. Ku në protestave? Ka qenë protesta më e madhe në Kosovë. Atë ditë unë kom rrinë në aeroport. Gjitha forcat kanë qenë të koncentruar në qytet kënej, forcat milicve, normal që ka pas kontrolla në aeroport, po nuk kanë qenë fort interesum kush jam unë, po jenë kanë të interesum kënej në protest. Se që unë jem këthy me aeroplan atë ditë, jem këthy në Prishtinë, edhe për i Prishtinës normal kom shkua në Suarik. Nuk kom marrë pjesë në protestas, pe thamë ato se nuk vitin 1998 intensifikohet më shumë edhe ordhja shqiptare prej jashtë, edhe këto aktivizohen më shumë të rritë për bashkimin në UÇK. Qysh e sheh fillimin e vitit 98? Edhe kanë diku këtu ngjarjet si në Qirezën, Likoshan, pastaj në Prekaz në Mars, për me vidisu pak më shumë popullin. Në gjatë është do të më kthyn edhe pakës më Europa. Qysh për vitit 89? Ne kemi menuar se duhet krahas politika parsore, duhet një rezistencë armatose me qenë, sepse kemi bëjmë në armik që nuk i përfill politikat parsore. Edhe ne kemi unë po flasë për komunën e Suarikës, ne kemi ato lëvizje, kemi ato grupime, po ato të njëjtat veprime kish pas edhe në për komuna tjera, që na nuk i kemi pas lidhet, nuk kemi pas kontaktet. Thjesht me 28 nëntor vrasja e mësuesit Halil Geci,
Na jep me kuptu dhe dalja parë UÇK-s në skenë aty, na jep me kuptu se pas ka edhe në për komuna tjera njësitë sikur ne. Atëherë na fillojmë me hulumtu dhe me taku dhe me njerëz tjerë dhe me grupa tjera. Edhe natë tetën kemi filluar dhe kemi fillu mu taku me grupa tjera të rezistencës të armatosën, që dhe ata kanë qenë në përnësite, po kanë pas anët ndryshme, jo lumi, jo pluma, jo lisi tjetër, kishë pas edhe lis tjetër, është edhe na lisi edhe ata lisi, po, që dhe që liku, po. Bashkimi në shtobin e përgjithshëm të UÇK-s ndodhë në vitin 98. Po, atëherë veç fillojnë edhe me ardhë, jo në mënyrë individuale, po me grupe prej Margatës, përmes Shqipërisë edhe më rreshtua krahas ushtrisë çlimtare të Kosovës. Nëse ka diçka të rëndësishme që po harrojmë, mundesh me u kthy lirisht, po dal te ajo që të konftu pak më arsye kryesore që të konftu, domethënë është Pashtriku, domethënë dita e 14 dhjetorit 1998, që një grup shumë i madh domethënë bie me një prit në Pashtrik. A mundesh kronologjikisht prej fillimit arsyeja pse u gjen në Shqipëri, qysh u bë bashkë dhe qysh u nis për Pashtrik me na tregu në mënyrë detajume? Po këtë për ata që kanë lind më vonë edhe që ose kanë qenë shumë të ri, kanë qenë fëmijë në atë kohë, duhet më shpjegoj se gjitha armatimet janë mbajt fizikisht në kam përmes malëve prej Shqipërisë në Kosovë. Këto disa herë i kemi bënë, dikush ka bënë një herë, dikush ka bënë me 10 herë, furnizimet me municion, furnizimet me armë, me uniforma, me këto, janë bënë gjitha përmes malëve Pashtrikut, malëve atje të Gjakova, gjitha janë bënë në kam, janë bajtë në shpinë, me ka 50 kilogram, ngarku në çantat me municione i kemi bajtë. Që është një për aty në raste, është edhe rasti i 14 dhjetorit. Ka pas shumë ashtar të pozicionum të përgatitën për me sjellë armatime për Shqipërisë këtu. Dhe atje në Shqipëri kanë qenë në dy kazerma më me qujtë që i kanë organizuar të shtabët e Shqipërisë dhe ka qenë në Vlania dhe në Cahan. Edhe armatimet që kanë qenë atëherë kanë qenë bukur të moderne dhe kemi mujt kemi menu që do të përballemi me armikun në mënyrë pak më profesionale. Edhe kur është, nuk e di se nuk kam qenë pjesë aty në udhëheqësav, se si e kanë vendosë datën për me ardhë tek nena, po ka qenë një grup i madh për 145 apo 6 persona. Edhe një pjesë aty në prej Vlanias, prej aty në Vlania kam qenë edhe unë. Edhe kemi filluar tash më transportu prej Vlanias deri në Cahan, me një pisgaver, nuk e di, një automjet transporti, që i zënë ka 6-7 vetë, maksimalisht në të ndrydhe 10 vetë, u desht 5-6 herë i mesi, në rrugë e largët atje dhe që vënon, ajo zgjati të natën. Do të thotë edhe ata që ishin të prit, edhe këta që ishin të transportuar, ishin të lodhën për gjumë se gjithë natën prej vullnetit që po kthehen për luftë këtu.
pa gjumë. Në mëngjes, do të thotë kajtë që është të bua atje në Cahan, kemi marrë atje municion në shtesë, armatime shtesë për me sjellë përveç armës tonë, do të thotë edhe një armë tjetër. Edhe kemi filluar, nuk më kujtohet ora sa, po ndoshta para dite ka qenë 9 apo 10 sa ka qenë kur kemi filluar marshimin drejt kufinit. Dimën ftoft, bor edhe Pronisha ka ndodhur dikon kjo para dite, ditën e 13 dhjetorit, ha? Po. Edhe derisa kemi marrë të veni është të quajtur Testanët atje në Shqipëri. Veç u bë mramja, u bë diku afër orës 6 në duket në si. Aty kemi pushuar pak, kush ka pas të shka me hangër, me lagë gojër nesën. Pro keni posa mungesë të ushqimit rrugës. Ushqim, se kush ka mujt me marrë, diçka me veti, mirë po të hecë. Ju njërë të organizumë. Edhe aty, në është majtë një fjalim. Rejkujt? Fjalimin e ka majtë, kanë qenë disa epror ushtarak, ka qenë edhe komandant Kapuqi, po fillimisht, Noj Krasniqi, fillimisht komandant Drini ka majtë fjalimin, cili ka kërkuar që pejta është të ketë qëtësi, mos të dhe cigarën kërkush, sepse është nata dhe vrejet larg. Mos largohet më shumë se 1 metër shoku për shokut. Ta përcjellim një tjetrin, edhe në qoftë se dikush është lëndu apo diçka, në të lajmërohet më mirë tash, se ma nuk ka këthim. Shurma e ushtarëve si duket nuk kanë dëgjuar edhe ata të funit atje, atëherë Moj Krasniqi i ka përsërit sidomos këtë fjalien. A ka dikush për ushtarëve që është i lëndum apo që s'po mundet me hec që tonë më kthy për i këtujt. Është lajmëruar njëri edhe arsyeja e në ushtarit ka qenë se i ka kris kama kur gjatë nxitjes në alt. E kanë pa që ju ka i kama, se në edhe kanë thënë mirë, ti mujsh më kthy. Është leju më kthyje një person, në japaj në neve, nuk e di emrin, nuk e di kush ka qenë. Sepse unë këtë që ka kom ditë ka qenë vetëm një ushtar i jemi Ylli Elshani dhe unë Suarejkës, po. Dhe më po veç ju dy nikon prej qytetit Suarejkës. Po, veç në dy, kurse kështu kom njoftë edhe komandant Mahirin, kom njoftë edhe Pezit Thaqin, ish komandant i policistë brigadës 1-2-4, kom njoftë edhe Hansi, si ka emrin, Hansi ka qenë ndihmësi i Bislim Zerapit e tjerë, për shtapit përgjithshëm. Kom njoftë disa prej ushtarëve më herët, po kështu të Suarejkës kemi qenë vetëm unë edhe Ylli. Se cila komunë ka pas komandantën e vetë, ushtarët e vetë. Se cili për aty në komandantë, për shembull i shtimjes, ka qenë komandanti, Rifat në duket i tjerë, dëshmorë është lavdi qoftë, i Malëshevës, i Klinës, gjithashtu muja, ku të di unë, se cili Ravecit, Suarejkës, se cili ka pas komandantën e vetë, se cili grupë. Qysh vazhdoj rrugëtimi prej atë? Edhe në tjerë të vazhdojmë. Hecëm deri rreth orës 3 mëngjesit. Dikun rreth orës 3 mëngjesit. Qysh ka që pjesa rrugëtimi deri në 3? Po a keni nolë me pauzu, dikon me pushu? A keni mujt me bisedu njëri me tjetër në konkret, qetësi kështë absolut? Jo, qetësi absolut. Ka një herë ka pas një kërkesë, mos në ngutën të partë se
disa kanë mbet mrapa, tu e përcjell fjalë mes fjalë. Kush e ka pri komplet grupit? Për me për një grupit ka qenë pararoja që quhet, kanë qenë disa vendas të Hasit, ka qenë komandant Mahiri, edhe një ushtar tjetër me komandant Mahirin, edhe 3 kanë qenë ata të vendas të Hasit të atij terrenit që kanë njoftë terrenin bukur mirë. Domethënë kjo pesha ka qenë pak ma larg prej tjerëve, edhe mandej ka filluar komandant Drini me ushtar tjerë. Unë nuk kom qenë larg prej komandant Drinit, në thotë që aty dikun shumë afër komandant Drinit, kurse në fund sa më kujtohet mua, ka qenë komandant Kapuçi, Moj Krasniqi, me ushtarët e vet, duke mos leju asnjë ushtar tjetër më kthy mrapa apo mos me leju me met në rrugë, në bjeshk. Edhe dikun rreth orës 3 të mëngjesit ka qenë një krizm e meteorologjit e madhe që e kuptum më njerë që kemi rënë prit, me shtrinjen, por dikush ka pas në listë para vetit, dikush s'ka pas as në listë para vetit, po vetëm në borë ashtu, ka qenë borë bukur si ftoft, temperaturat minus, edhe ato krizmat kanë vazhduar. Na kemi pa vetëm flakën e metroleza, vetëm flakën e automatika. Nuk kemi pa gjën tjetër. Ata përveç që kanë qenë pozicionuar në prit, kanë qenë edhe me pelerinat bardha. Kështu që ne nuk kemi pa ku gjën tjetër përveç flakës. Në atë vend ku e shishëm flakën, e dishëm që aty janë armisht, edhe u mundueshëm edhe na me kthye gjujtjet me armat tona aty ku e shishëm flakën. Cila pjesë mendoj ju një konfuzatën, cila pjesë u sulmu? Fillimi, po. Aty nikon edhe ju. Po. Edhe kom dëgjuar krizmën e parë kur kom dëgjuar edhe këto britmat e njanit prej aty në Dhesau, Qengaj, edhe ikni ju se unë nuk moj, më kanë këput në 2 kamët, nuk moj. Kom dëgjuar edhe komandant Mahirin, kur i ka thënë, i ka piskat komandant Drini, Mahir amoni më të rejk pak mrapa. Jo, tha se jam i plagosën në kam. E di edhe e kom pa me sytë e mi Qengën kur i ka aktivizu bombën. Nuk e di, nuk ka mujt me gju, apo qëllimisht nuk ka desht me raj gjallë në dorë të armikut. Me ka aktivizu bombën, edhe është vra. Sepse ka qenë i plagosën në 2 kamët, shumë ranë, nuk ka mujt me lëviz. Jemi detyrua dhe na mas me më të rjeka pak të luftua, mas me mojt e skufu më të shukve tonë me marë. Përveç dikujt që ka qenë i plagosën, që kemi mojt me ndihmua, me bajt ka pak. As një kufëm s'kemi mojt me marë me vete. Dima një moment, e kom dëgjuar në zanë, të thonë dikush cila e snia me arë në fund, normal në ato momente.
Edhe kom këthy kokën mrapa në ushtar, ka qenë të hec në përbor shak, thash unë jam, tha hec më smeje, thash kush jeti, cili jeti, unë tha jam Naseri, po më ka dërgu, tha komandant Kapuqi. Atëherë Von Naser Marina, Bardhejci, po. Atëherë më këthy unë, i kom thënë edhe ushtarit tem yllit, edhe ti më smeje. Edhe zhagës kemi hec ma mrapa atje. Kur është dhënë mundësia për më ngrit, jemi ngrit në kam, edhe kemi vazhdu, jemi taku me komandant Kapuqin, ka qenë komandant Pesqinshi, Mensur Ziberi, Moj Krasniqi, ku dion komandant Hoxha, ka qenë Afrimi, Rifati, disa komandantët brigadat tjerë. Edhe më ka pyet komandant Kapuqi si është gjendja po është. Atëherë ato që i kom pa edhe i kom tregua, kështu. Pse nuk i hapin, nështë harrova në fillim me thënë se komandant Drini ka thënë me mbyllë radiolidhet ata që kanë radiolidhe, por radiolidhe kanë pas vetëm komandantët, jo ushtarët. Vetëm në rast luftime, në rast se bim prit me hap. Edhe tash këtë pjesë e harrova në fillim. Edhe po më pyet komandant Kapuqi pse nuk pe hapin radiolidhen as Drini, as Mahiri. Thash, Mahiri është i plagosën, nuk e dija, a është se që kishtë në gjendje me ju kujtu që duhet me hap radiolidhen. Kurse Drini, thash, është mbrojt Mahirin për me tërhjek, edhe po gjurën edhe me nitroglicerin, me ato topat e dorës, po gjurën edhe me zola, edhe me këto kallasha normal gjithë kemi gju, po komandant Drini ka gju edhe me nitroglicerin, për me asgjësu ato flakat që po thamë unë se nuk e kemi pa ushtarët e armikut na veç flakën. Edhe me zol ka gju në aty e ka rok pikërisht venin prej ku i dilke flaka, edhe me atë nitroglicerinën. Edhe atëherë komandant Kapuqi tha që unë i kom thënë në rast se bim prit duhet me hap radiolidhet më marrë vesh çka me ba. Unë thash nuk di këtë shka i di, thash ti tregova. Në atë moment ka ardhur dikush prej ushtarëve më nalt që ka qenë, edhe i ka thënë komandant Kapuqi diçka në vesh. Edhe ky filloi ti me atë nervozën e tina, filloi ti me më ngrit dhe të piskat më ngrit për pjetë me shku. Edhe në tjert tham ta shojmë shka po ndodh më nalt atje mas tyne. Momentet tu afrua, hala unë nuk jem afrua as Hansi, as Afrimi, as Rifati, hala pa më rrinja atje. Atëherë kanë fillu armisht prej naltit më në gjujt. Do të thotë, prita që ka qenë në formë patku, është të bu, është afru. Dhe kur është afru ata, po, kur e në afru ata, atëherë kanë fillu edhe prej mrapit më në gjuj, jo vetëm këta për para. Aty në ato luftime, normal, gjithë ushtarët kanë fillu me gjuj, po kur gjyshen kraun e majt, të vishin plumat mas shmine për i kraut djath. Kur ktheshin kraun e djath, vishin plumat mas shmine për i kraut majt. Do të thot për i tananve. Aty është vra dhe komandant Kapuqi, lavdi qoftë ati, janë vra dhe shumë ushtarë të tjerë. Disa për neve kemi mujt me qatë rrëthim, për bje me përsarit vrap të gjuhë aty ku ishte flaka e
mitrolezit apo e Kalashnikovit. Edhe kemi ikën, jemi larguan, unë me disa shok, me Hansin, me Afrimin, me Rifatin, jemi larguan krahun e majt. Ose edhe ushtore gro. Kanë qenë dy vojza, se i më menon Lulieta emnin, njëna është ndjerë, lavdi i qoftë, kurse tjetra ka qenë e plagosur në bark, edhe ajo tu e majt plagën, i ka dalë gjaku krejt mbi dorë, e dikur edhe ajo hapa ton, mrapa neve ka ardhë. Me një moment dikush i ka thënë kam zavoj me ta lidh barkun, jo po e maj kështu. Unë i kom thënë jam shtrinje edhe në borë edhe kom thënë ikni unë ju mbroj se këtu do me vdek qëtu. Edhe jenë largue edhe Lulieta edhe në qoftë se s've ka boj emnin Lulieta, kësaj ushtarës. Dhe Rifati dhe Afrimi kanë qenë me disa ushtarë të vetë, disa ushtarë të Hanit e Lezit, disa të Ferizajt, disa të Shtimjes, disa të Ravecit. Edhe unë kom vetë në atë pozicion të prit forcat armike, që me siguru këta që mujtën më të rhjek prej pritës. Me një moment më ka dalë djali jam që atëherë kishte dikon 7 vjetë, më ka dalë para. Fledioni. Edhe më ka thënë, babi, mos dërzo, ti nuk dërzohesh kur po më lash mua, mos dërzo, qu mos rrinë borë. Edhe më qua. Kur më qua, nuk është djali, ato kanë qenë halucinacion në gjitha. Nuk është djali. Po e kom kuptu që janë halucinacione, edhe kom vazhdu edhe unë në mrapa atyne. Shtu kemi hec tanë ditën, tanë ditën 13 dhjetorit, tanë natën, 3 mëngjesit kemi rënë prit, kemi luftu dikun luftimet kanë zxate i ka ora 8. Kemi hec tanë ditën prap. Në mramje dikun unë kom rrinje me Yllin, me Hansin edhe 3 shok tjerë kemi rrinë në fshatin Kushlin. Aty jemi takua me ushtar tjerë, jemi takua me komandant Drinin, edhe me Mahirin e plagosën, edhe me Beslimin e plagosën, po më kujtohet në emnat, tash, ka edhe shumë tjerë, që s'po më kujtohet në emnat e tyne. Edhe kemi vazhdu e prapë për aty, një pushime kemi banë normalës. Mu kanë nga i 2 kamët në të rrugë, në të si. Këm pas 2 kamë, 2 kamët gishtat e kamëve, këm pas të ngrinë. Edhe kemi vazhdu deri në Rgovë, të natën. Në Rgovë, mëngjes, dikun herët, ata ushtarët e Rgovës të Hasit, na kanë ndihmua, na kanë strehua, na për oda, para mëngjesit, dikun 5 mëngjesit, kanë ardhur ushtarët për i brigadës 1, 2, 3. Në krye me në hatë bashën edhe Blerim Kuqin, kanë ardhur me na marrë me kamiona, edhe na kanë marrë në Rgovë, duke sigurue rrugën regionale për Zënë Gjakov, duke bloku me ushtarë të shikës, na për rrugë kryesore, na për urë të Rgovës, na kanë marrë për atjet, edhe na kanë sjellë në ti, edhe kështu ka vazhdua jo. Prej aty normal për Eretijes më ndej drejtën spitalin ushtarak të Gzim Asrolli, kom pas ndërhyrje në 2 kamët, se kom pas të ngrime.
u përful shumë për numrin e të vrarëve që ka pas mos pajtime mes krerëve ose liderëve që janë aty në grup. A ka diçka të vërtetë? Unë nuk di që ka pas mos pajtime diçka mes komandantave. Nuk i kom dëgju ato, nuk muj me thonë që ka pas diçka mos pajtime. Ndoshta dikush tjetër që ka qenë edhe më afër apo që ka qenë më si dinë nëse edhe më tepër. Po ikim pak për luftës. 25 vjet më vonë ju e keni vizitu, domethënë për herë të parë. Një çerek shekullin nuk keni shku fare në Bashtrek. Pse nuk shkuve për 25 vjet edhe çysh u ndjeve mas 25 vjetëve? Po më ka lindë edhe një djalë tjetër, se atëherë kom pas vetëm një djalë. Ka lindë edhe një djalë tjetër mas luftës, mas shlerimit në liri. Edhe djali është rrit, edhe ka kry shkollë, gjithmonë ka pyet për atë rastin atje. Edhe gjithmonë ka qenë korreshtar, me shkuaj, po edhe unë, edhe pse gjithmonë pyet pse babi nuk po shkojshti asnjëherë. Po unë kom përjetuar të merr atje. Të merr kom përjetuar, për ata edhe nuk kom mujt me shku me pa atë vend, sepse kujtesa më njëherë të kthehet në ngjarje sikur me qenë sot. Mas 25 vjetë, rilindi më ka bind që duhet me shku atje. Edhe kemi shku bashkë për përjeturin e 25. Kemi vizitu disa vene prej atyt, po jo edhe krejt. Edhe më të tje, krejt venet nuk i kom vizituar. Po ndolna gjatë vitit 98 janë disa ngjarje interesante që i kena diskutu bashkë. Një që mboni përshtypje kështu është që të kanë lajmëruar si të vrarë, si të vdekur, diku në fund gushtit vitit 1998. Çysh ndodhi? Po ka qenë prej brigadës tonë, ka qenë dikun një gazetar i lejum prej komandantit brigadës për me dhanë deklarata. Atëherë ishte televizioni të Shqipërisë, të vësheja, që ipke dikun lajmet kryesisht për Kosovë, faktikisht edhe ata gazetarët ishin kosovar, që i kish lejuar me dhanë, në ora 6:30 duket mos ka qenë mbrëmje televizioni. Atëherë natën e 26 dhe për 27 gushtit 98-s, dy shokët mi, luftarët e UÇK-s, ushtarët të parë të formacionit ton Lisi, po edhe të grupës Guerile, vendosin me hyje në qytetin e Sarikës. Cilë fjalë? Për me zhvilluar luftimin mbrana. Është Naim Berisha, Naimi Harës me pseudonimin, është i njoftën edhe Xhelal Kuçi. Edhe ata dikun në orë të hershme të mëngjesit të 27 gushtit bin dëshmor në qytet të Sarikës. Forcat e armikut kanë qenë shumë të mëdha për dy ushtarë mesi. Këtë lajm, këtë njoftim, gazetari prej brigadës tonë, në qofë më kujtohet mirë, ka qenë Nuhi Bytyçi. E autorizuar me ka dhënë në shtabin e përgjithshëm. Mirë, po aty në shtabin e përgjithshëm, një anë prej antarëve të shtabit, Sabit Geci, thotë që nuk mundet me qenë Naimi me Xhelalin, por është Naimi me Isnian. Sepse ata janë shok të pandashëm edhe nëse në vra, ko kanë vra Naimi edhe Isnian, në rojnë. Edhe përcjellën njoftimin e përcjellën për televizionin e Shqipërisë në Tiranë. Në mramje, unë s'kom ditë asë në gjanë, kom qenë në Istikoma të fshatit Dëbërdelan. Në mramje është dhënë njoftimin televizionin të vëshën, televizionin shqiptar, që ranë sot në orët e hershëm të mëngjesit, ranë dëshmor
Lajm Berisha dhe Hysni Kuçi, komandanti i policisë ushtarake brigadës 1-2-3. Këta familjarët e mi, gruaja, djali, këta krejt e kanë dëgjuar në televizion. Unë s'kam ditë asnjë sen. Tek atë natë, gjithë natën unë kam qenë në roje, fshatin Dëvërdalan, edhe tek në mëngjes, të shku me pushuat, është i për me fjetë, ka ardhë ndrimi, na ka bën ndrimin, edhe unë ato këthyje me pushua, takohna me komandantin brigadës 1-2, edhe ndalon rrugë dhe thot ik shko gjeje në telefon dhe telefonoj të shtëpia që e gjallë. Jam gjallë, shko lidhe. Tha po mbram thot kanë njoftuar në televizion që e vra. Edhe unë u detyrova me shku me gjithë një telefon, kanë qenë disa telefona me satelit që i përdoshin për pagarush. Edhe me njoftua. Qysh ke reagimi familjes? A e qullu gata. Kjo ka qenë, a e qullu gata, ka mundësi me, kur ka njën, mramja që u kësonë normal. Janë dy ngjarje që kisha dashur me ndal para se me shku në fund. Është 24 mars, si fillimi i bombardimeve, kur ti e gjen mes dy ushtrive në farforme, mes UÇK-s dhe forcave serbe. Po, kjo është shumë interesant, sepse fillimin e bombardimeve të natës, unë atë mramje u futa në Suarik, në qytet. Edhe përsolla në televizion atë vendimin e parlamentit të Serbisë që shpallën luftë natës, nuk deshtën mi pranu kushtet e natës. Mas pak orë, mas pak minutave po orë, fillun bombardimet. Unë isha shumë i gëzum. Sepse liria vetëm po shihet në fund tunelit, po shihet në dritë. Vendosa me mbledh disa në lagje, disa të ri, edhe me fillu në çlirimin e Suarikës. I disha disa që kanë armë të shtëpia dhe pse nuk ishin drejt për drejt të kyçën ushtrin çlirimtare të Kosovës. Edhe u shkova me thirr çdo të secili që shkojsha në shtëpi natën, kuptohet. Prindët e tyre më thëshin, jo nuk është këtu, ka dalë në Pagarush atje, ka dalë në Brashans, ka dalë në Dëvërdalan. Ata kishin një rrezikun pak më herët edhe ishin largu. Kur bë mëngjesi, kisha pozicionin ashtu që hypa të një kulm i shtëpisë teme, jo i shtëpisë, për plejmës, ajo ku i linshëm ushimin e baktisë. Edhe për aty të shisha një rrugë bukur gjatë. Nejna ka forcat serbe. Edhe kur kom pa për aty që ka tepër shumë forca serbe. Të hinja ran nëpër shtëpia, të nxerr, edhe kom pa mandej ma vonë e kom kuptuar që i vran ka qenë Osman Elshani në rrugë, unë e kom pa me sy për këtujt, kur e kanë ekzekutu ata, e civil ka qenë, edhe me di Elshani. Që është ndodhi vrasja tyne? Si kanë nxerrë një pjesë për tyne, që kanë nxerrë në rrugë, për shtëpia, dikush tjetër për rrugës, për forcave serbe që ka qenë në rrugë, e ka përshkatuar.
pa paralajmërim pa kushon, rrugë dhe atave që kanë rati. Unë atë moment nuk ku mujt me ditë cilët janë ata, se ka qenë bukur distancë largë. Mirë po i kom pa që 2 persona o vrajtën se pozicioni jam u konë që u shike dhere atje. Identifikimi ka ndodhur më vonë. Identifikimi po u marrë vesh mas luftës, mas shlerimit. Edhe popullata tjetër, gra, pleq, thmi, në gjithë të ikë për shpijave, të i përzanat për shpijave, të forcat, të zbrit të poshtë, kënina ka në drejtim të amin. Atëra i kom thënë gruas, babës, nanës, edhe djallit që ka qenë i vogël s'ka kuptu sen. I kom thënë edhe ju bashkë në gjithë një këtyne, edhe vazhdoni, ka të shkoni, gjithë shkoni. Po ti, shka të të bashkëtës, edhe unë do të marrë rrugën të eme. Kështu shpi, kom spiritet e lumi edhe në për lumë. Do të thot me 25 mars ka qenë bora duke u shkrina për bjeshk. Lumi ka qenë e rritën, ujnë lumë ka qenë e rritën, po edhe i ftoft, shumë i ftoft. Unë jam detyruar në për lumë, diku mbi 6 kilometra larg i ka. Deri te veni ku kom vendos për me dalë për lumit dhe me shku të shokët e mi. Do më keq që rrugë ke bo vesh në lumë. Vetëm në për lumë. Ka pas raste kur kanë qenë ato gropat më të ndaja që si kom ditë dhe kom shërrua komplet me kryje, me krejt, me arme, me krejt. Kur kom rrinjë atje të fshati Stançan, është një urë atje që i ndonë një lagje e Sallaugëve quhet. Aty jam detyruar me më në gjithë mbi urë. Aty kanë qenë kronët djathë temin, ushtarët e UÇK-s, sniperistat vendosën në propozicione, kurse në kronë e majtë, mbi atë lagjën e Sallaugëve, kanë qenë tankët e sërbit dhe ushtarët e sërbit dhe sniperistat e sërbit. Edhe ata kanë qenë duke luftu me zveti, kurse unë poshtë këtë të ura, jam detyruar me hyp mbi urë edhe me vrapua drejt ushtarëve tanë. Këtu kom qenë shumë i rrezikum për 2 parëve, të pas parasysh se ushtarët e tonë kanë mujt me më likvidu, me më vra, të menua që është në ushtarë sërb, në vëzhgus sërb. Nësoj prej aty në tjerëve kam qenë i rrezikun, po nuk kom pas gjë tjetër, jam detyruar me vrap në të lëvizjet që mi kam mësua e prori e UÇK-s gjatë trajnimeve edhe më afrua të ushtarët e tonë. Kur më afrua disa për tyne si më udhëheq sa kanë dalë para edhe më kanë thënë për pak jemi kanë të vra veç fati që të kemi njoft kur të kemi fut në shënjestër të kemi njoft shënjestër snajperkës të kemi njoft që e ti edhe nuk kemi gjuhë dhe kemi bërtit një anë tjetrit më zgjuj sa është të snije. Jam detyru të në me hije, mi në rrugë, kaj tishat, kom vesh tishat ndryshme veç sa për mund ngrohë, jo kanë shumë një moment shumë i vështirë. Për shkak të kohës, po dolim të një pyetje në fund që është dita shlirimit të Sarajekës, pra 13 qershori vitit 1999, Sarajeka ka këtë veçantë që është shliru pandimen e NATO-s, të më thosh si qytet. A mund shme nga të regu që shërët deri të shlirimi, që shë pret shlirimin? Po, edhe kjo është shumë interesant se vetë me qytet që është shliru me luftime, para se me mërrinja forcat e NATO-s është qyteti i Sarajekës. Atë mramja e përët, komandanti brigadës ka marrë vendim me e për tjerë
që ne duhet me çdo kusht me luftue edhe me çliru qytetin vetë. Edhe kemi janë da pozicionet për cila pozita se cili me hije, edhe kemi luftue, ka pas forcat sërbe bukur të mëdha, ata janë kontueruar rrugën, se rruga është prej Prizrenit për me ardhur për Prishtinë për Sarik. Edhe forcat e Prizrenit të përfshin prej Marinës atje, Dragashe, ku e di unë forcat tjera, këtë prej Prizrenit kanë pas më tërhek në çdo drejtim. Mirë për na e kemi këput ata, kemi luftu aty të ditën, i kemi asgjësue shumë forca të armikut, edhe kemi marrë në kontroll qytetin. Dikur në mramje, kam rrinje konvoj për Prizrenit. Konvoj ushtrijës, mes të konvojt ka pas edhe civil, sërb. Konvoj ushtrijës ka has në ushtrin çlirimtar në neve, kënë filluar luftimat, edhe aty kemi luftuar, kemi triumfuar shumë, në është vrarë një prej ushtarëve tonë, në është vrarë, është dëshmor Kenan Halimi, kemi sjell armikut, i kemi sjell humbjet mëdha, përveç humbjeve njerëz, edhe dikun 6-7 ato mjetet të ushtrijës i kanë metë aty në qytetë së Arikës. Pjesa tjetër është tërhiq mrapa, është tërhiq edhe janë kthy prapë për Prizren. Tek ditën e nesërme prej Prizrenit kanë marshuar për Brzovica nej. Do të thotë na nuk i kemi lejuar me kalu në për Sarik. Edhe pse ditën e nesërme ka ardhur një general i ushtrisë gjermane me helikopter, ka kërkuar që na me liru rrugën ata më tërheq, por nuk e kemi pranuar. Ili qarkullon duket edhe një video atë një ushtori gjerman që jep ultimatum që të largohen. Gjithë çaj konvoj në natë përpara janë kthy prej Sarikës. Në Sarik kanë lënë trupat vdekun të ushtarëve sërb, kanë lënë makineria, edhe ato kanë qenë me javë në mes qytetit, kanë qenë makinerit aty derisa i kemi larguar më vonë. Jena në fund Kate, nëse ki dy fjalë, sa që janë trajtu do me thonë ushtarët mas luftës edhe sa e ka vlejt gjithë kjo sakrificë? Po ndoshta edhe nuk janë trajtuar sa duhet, po na masin që nuk kemi pas shtet, edhe kemi qenë ushtar vullnetar, nashta edhe që ajo ka qenë arsyeja që nuk janë trajtuar sa duhet, po megjithatë unë edhe shumë shok të mi, na e kemi bën në mënyrë vullnetare këta, e kemi bën që kemi ndije vetin obligim ndaj dhejut. Edhe për ata kemi bën, pavarësisht asaj nëse si trajtohna, unë jam i kënaqur, i uroj gjithëve shqiptarëve, sidomos në të shijojnë lirinë, në të kënaqen gjenerat të reja, po normal mos ta harrojnë edhe luftën, se dikush ka darë gjak shumë, ka bën mëne shumë, sakrificë shumë për më ardhë deri te kjo ditë sot ku ata jetojnë të lirë. I dashur Hysni, unë të falenderoj, e kena mri minutazhen e caktuar, të falenderoj që gjete ku edhe erdhe, na ke nderuar. Faleminderit edhe për juve.